Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini. Ky është çasti i duhur. Jemi drejt për së drejti nga ekrani i Radio Televizionit Publik Shqiptar, si çdo ditë me mua Fiodora Fiora dhe Sergio Ajdini. Përshëndetje Sergio, mirë se vjen edhe sot. Mirë se ju gjej. Ha, si e? Mirë. Ç'kemi? Mirë shumë. Akoma vazhdon melankolik? Po, pos na iku shiu, keq e kemi. Ja duro dhe pak se sot është e enjte dhe sigurisht na ndajnë vetëm një ditë nga fundjava ku ti do të prezantosh edhe këngën tënde. Po, apo jo? mezi po pres. Shumë mirë. Me çfarë ta nisim sot në mënyrë që të kemi pak muzikë në sfond, sepse e di që të ftuarit që do të vinë, do të performojnë me ty. E kam dëgjuar këtë gjë. Në fakt, kam menduar diçka po prap tek romanticizmi. Tek romanticizmi, jo, po, të cilit nuk i shpëtojmë dot. Ja, pos na iku shiu nuk... Po s'na iku shiu, ne s'kemi shpresë ta dëgjojmë një këngë me ritëm. Do kemi direkt. Okej. Direkte, se të ftuarit e radhës ka një këngë. A e kanë këngën direkt? Okej, mirë. Le ta nisim ne një herë të dy, siç e kemi zakonin ton për nisur emisionin Çasti i duhur dhe do të shkojmë tek të ftuarit pastaj. Mirë, unë do të shkoj nga dalë tek të ftuarit e mi, sonte në studio do të kemi dy artistë të cilët i bashkojnë gjaku për pasioni dhe muzika gjithashtu. Një baba që i ka dhënë këngës shpirt, vite të tëra, për kushtim, dhe një birë që po ecën me hapa të sigurt drejt emrit të tij. Kam kënaqësinë të kem të ftuar në studion time Alket Zaimi dhe Niki Zaimi. Mirë se vini. O zot, unë e veshur shumë e pinke, kështu ju dy rokera të përjetshëm, sa kënaqësi që ju kam këtu. Si jeni? Mirë, sa keni bërë? Ja, në lëvizje. Hajde, ne shkem afër te piano se e di që po përgatisni një surprizë për mua, ndërkohë që unë vishesha aty. Vajzat tu gjithmonë. Ç'kemi? Mirë. Keni pasur ngarkesë, punë? Sa të duash? Po Sa të duash, Po shqyr. Çfarë do bëni sot për mua, Sergio? Do këndojmë një këngë të madhit Mjalla Qandrea. Është një këngë që unë e kam pas kënduar shumë shpejt më përpara dhe ka ngel me memorien time se një këngë e stiluar bukur. Fantastike. Ne e karikojmë dhe Niki ti mbajmë dhe të vjetat përveç të rejave që këndon. Shumë mirë, super, le ta dëgjojmë.
Faleminderit. Fantastik, se ma keni bërë qefin me këtë këngë. Jam shumë e lumtur. Ne do ulemi, do bisedojmë, do ndjekim një insert ndërkohë, hajdeni. Ndërkohë që regjia më vendos insertin për të vazhduar pastaj bisedën tonë. Po kishte një këngë jashtëzakonisht e bukur. Kurioze janë të di sa vjeç ka qenë Elket? 17 vjeç. Më pak e aq, 6 metrë, 7 metrë. Ndërkohë që ne po ndishnim insertin këtu në studio, po zhvilloi një bisedë shumë interesante. Ajo që mua më bën jashtëzakonisht përshtypje është marrëdhënia që ju keni me njëri tjetrin. Duket që sot Niki sigurisht ka bërë krenar, po ka qenë kështu që i vogël ai, si ka qenë Elket? Niki ka qenë një fëmijë i mbar, fëmijë pa ngërçe. Në fëmijën e tij ka qenë trazavaç, ka qenë shumë, domethënë luante parkur, dhe unë që kur i binte pianës thosha të keqin babai, mua më kanë mësuar në lice që kur luan futboll apo çfarë bën, mbaj duart kështu, se të thyet një gisht, po si dihet si vjen puna dhe ka qenë futbollist shumë i mirë, ka qenë, domethënë, më habit rinia ose adoleshenca Nikit që është zbutur disi dhe është bërë më i përqendruar, më i rregullt dhe më i mirë në marrëdhëniet tona. Vazhdon të jetë çamarok në pjesën e vet, se ne bëjmë shumë shaka me një tjetrin, po jo si fëmija që rria me frikë në zemër, domethënë. Ashtu, ka qenë i lëvizshëm. Shumë i lëvizshëm. Kur ka pasur një moment nga ato që të kanë trëmbur, Niki, në aspektin që, ku di unë, i ka ndodhur në incident i vogël, është dhënë me shokët, megjithëse nuk më duket se nga është nga ata që zihet. Jo, Niki nuk krijon konflikte. Ishim një në koncert për festat e nëntorit në Athinë, dhe ky luante futboll. Ne kishim mbaruar koncertin dhe që më marrin telefon që Niki ka vrarë pak dorën. Si ja thanë kështu, ja thanë me fjalë të buta që mos të... Po ky haronte që unë të gjithë doktorat më njohin, i kam miqe dhe i bie telefonit tang me kamerë. Ja do këtë djalin shumë mirë, po ja një sekundë se duhet që të presim pak që t'i bëjmë narkozën që mos se ka ngrënë bukë. Po do të thotë që t'i bësh narkozë, do të thonë diçka ka ndodhur. Dhe Niki dori ishte thyer krahun e djathtë, të dyja ftofermuret këtu ishin bërë kështu. Edhe nuk e di se si ka marrë nga Athina, nuk e di, se di. Nuk e mban mend as rrugën. Vetëm pasaj kur doli nga operacioni më thanë jam mirë kështu po ashtu, po që ishte... Nuk është punë e mirë kjo e prindërve, më kujtohet një herë kur më thanë për çunin që kishte pësuar një gjë kështu të vogël, ishte vockleimi. Po gjithsesi po jepi asaj makinës me një shpejtësi të tmerrshme dhe më dalon një policë shumë me gjitha tabelat. Edhe i thash aman, të lutem, i thash se kam tha ti nuk e për të arrit në fjali kështu si që keni. Kështu që ma merr mendja të gjithë stresin, ankthin dhe po themi ato frikrat që një prind mban. Megjithatë, të paktën nga ana muzikore, Niki, për ty ka qenë, se tash e kam nisë me Alketin, Niki, ty do të lë pastaj. Po se kjo ndjesia e babit që lidhet pak edhe me krenarinë edhe me çdo gjë që ka të bëjë me fëmijën e vet, është një gjë që nuk zëvendësohet me asgjë tjetër. Unë ndjej dhe e kuptoj që ti e ke bërë krenar Alketin, çdo që të ndodhi. Por ti si e ke parë dhe si e pe që Niki do të bëjë nga ana muzikore një djalë i talentuar që do ta çonte më tej atë pasionin tënd të madh për muzikën? Unë kam qenë i dyëzuar me Nikin sepse Niki ishte shumë mirë mësime, luante shumë mirë futboll, ndërkohë studionte edhe piano dhe unë që u vura në dilemë, disa momente për shembull po harrija që të ndroja shtëpinë ku ishim, të afrohesha pranë pa klubit futbollit që të isha ta ndiqja për futboll, sepse u bë shumë i mirë. Dhe thoshin trajner, ky do bëhet, po shqyr që ndonjëherë Zoti i themi Zoti ekziston dhe është që na drejton rrugën në shumë raste, se gjërat nuk ndodhin pa shkak. Në një ndeshje me një ekip nuk e kam iden se çfarë, e godasin këmbë dhe mori dhe uniformat e reja. Dhe ato uniforma nuk u veshën asnjëherë se ky e la vetë, domethënë nuk vetë më ba. Më bëhet grif fusha thot. Nuk i jap më futboll. Dhe shqyr që hoqi dorë që ne jo më shuam pianos dhe në piano, përshëndes Zysh Mirelën, është një mikesha ime që unë kam pas shoqe klasën, licen, akademi, jemi shumë vllazëror me njëri tjetrin. Ajo bëri çmos që unë kam thënë në intervistë tjetër që Niki u kthye muzikës prap, ju fut pianos dhe ajo më tha dhe një fjalë, ket masin lice se më duket puna në piano. Dhe ne më po ishte, domethënë kishte talentin dhe unë e shikoja sepse ne jemi profesionistë dhe e dim sa hap ka dikush ose sa limit ka. Dhe ju kthye muzikës, përsa për këngën,
shpiti me disa ka meq me këtë. 2-3 janë thyrë vegrat në shtëpi, po pa dashje. Pa dashje. Pa dashje se nuk të dëgjonte, nuk ishte i disiplinuar. Jo, nuk ishte i disiplinuar, po nuk ishte besim të vetja. Nuk e kam zërin e mirë, oba. Do më thonë, lufta që është bërë atë mos e lërë birë, është bërë një luftë, po thuaj se gati 6 mujore një vjeçari që këngë është hedhur, me trysnie, me... Duhet ta këndoja, që duhet ta këndonte, dhe unë e përqeja shumë atë këngë, se ka një jo dram, po ka një mesazh shumë fort atë këngë. Është shumë shqiptare, është shumë shpirtërore. Edhe nëse regjia e ka, gjithmonë nëse e ka, edhe mund t'ja kujtonim atyre që po na shohin në këto momente. Pra ti je natyrë perfeksioniste, Niki. Ore, të vjen pa keq e le futbollin, me qenë se po flasim tani se edhe çuni në futboll loz aktualisht. A di si do shkoj kjo punë? Në fakt ishte futbolli ishte rrugtim i gjatë, se nisa që mund të them që 7 vjeç që i kisha paralel me muzikën. Po që ndodhi që futbolli po jepte fryt, e kupton, edhe kur erdhi momenti që u shkëputa pak, ndoshta më bëdhe mirë që u vrava, se nuk e ndjeva shumë atë dhimbjen që po e lë gjithë çfarë kam punuar gjithë këto vjet. Sa vite? 10 vjet po një, 10 vjet po. Ta ndërpres pak Nikin, ndryshimi i Nikit ka qenë një moment shumë delikat dhe unë e kam përjetuar shumë, se kam të në asnjë vend. Kishte filluar po binte nga piano. Nuk po e se fare, e kishte përfshirë futbolli shumë. Dhe ishte një provim në pranverë, ndoshta jo në qershor. Ka qenë që kam pasur Saxo edhe... Kishte Saxo dhe ishte komisioni huaj, francez, holandez, austriak. Dhe ky që, thot zysha një javë përpara diçka 10 ditë. Është out komplet. Nuk e fus, thot se Niki nuk bën. Çfarë thua, jo nuk bën, që unë e mbajnë mbrapa Nikin, e bëja si veten, njëri spesiv, rrugaç, motor, gjitha gjërat. Dhe që ky më, do më thënë ato momente isha me motor. E që ky kishte shpëtuar, pra, nuk e kishte kuptuar. Jo, po nuk, se unë nga dhe i larguar për ditën, nëse në shtëpi, unë dhe që e marrë motor dhe që në momentin e parë që hipa mbrapa, po më driteshin duart, dhe të tregoj një histori shumë bukur që kur hipa në motor, thash do ta lë motorin se s'qen ka mirë. Hym në garazh dhe kemi rënë të dy në motor. Kemi rënë në vend. Do thonë, hym në garazh dhe mu putu gjunjt. Dhe i kam thënë një fjalë. Dëgjoni një Zaimi se kështu i them gjithmonë. Dëgjoni me nerva. Dëgjoni një shprehje. Përmendë biem një grosh me nerva. Dëgjoni Zot sa më ngjak alket dhe unë aty kimi flasim, më mirë për me nerva. Dëgjoj, i thash, as kum ka vdek babai nuk jam mërzit kaq shumë. Ti bëj çfarë duash. Dhe i kam thënë një shprehje. Unë do shes pasionin tim për motorin, të bëj ty çfarë të duash, vetëm mos më zhgënje. Dhe Niki që unë nuk i flisja e lija qetësinë e vetë, vetëm dëgjoja në darkë vonë, kufjet vënë e luante në piano, me kufjet se kishim piano në shtëpi, dhe që ajo ka qenë një nga momentet që i thosha, se çfarë po bëm, ka të natën po studion. Dhe arriti sa mori, nuk i thash në los futboll, shkuam hyri në Saxo i them zysh Mirelës futet parin. Dhe rrobat ja kisha marrë me vete. Mbaroi doli shumë mirë. Ta nhip thashun me mbrapa me mua, na dhe rrobat do ikim do si futboll. Nuk e di këtë në moment me thënë drejtën të cilat shenjojnë jetën po dhe karakterin e një njeriu. Niki, i mban mend si të bukura apo le të themi pak luftë me disiplinën, me pasionet, me gjitha ato momente dhe përpjekjet që Alketi ka bërë për ty? Normalisht që i shoh si momente të bukura, sepse kam pasur që i vogël mendimin që për të arritur diçka duhet të punosh. Për të punuar gjatë kësaj kohe është diçka e mirë, sepse nuk e shifja punën dhe studimin si diçka që do studioj tani edhe do mbas kohë, po që e shifja si diçka që më ndihmon, është bukur, është mirë, e kupton, me këtë lloj situate kam ushqyer veten që mos ta mbaje veten të fjetur, të dembelosur, kështu që i shoh gjithmonë si momente të bukura. Kur ka qenë momenti jot që ti e kujton si më të rëndësishmi skeni, kur ti e kuptove që kishe mbritur atë stadin profesionist dhe që e bën jo vetëm shikoj njeriu nuk niset gjithë kohës për të bërë prindrit krenarë, por që ti e ndjeve me veten tënde që mund të dilje përballë Alketit, i thoshe shiko, gjithë sakrifica, gjithë ky mund, gjithë kjo ja dolëm. Kur ka qenë ai moment sipas teje? Që ja dolëm, moment. Ndoshta ka qenë një moment që ka qenë ndarja
e pjesës që unë do bëhem këngëtar. Që e kam ndjerë që emocionin që unë do vazhdoj të këndoj. Jo se ja dolëm, do më thënë kemi shumë punë akoma, kemi shumë punë akoma, po... Sakrificat dhe ato vitet e fëmirisë, Ka qenë viti imi i tret, kam qenë gjimnaz, a viti 2 diçka e tillë dhe për herë të parë una fillova të këndoja tek një kompeticion që quhet Art Fest për gjimnazet e Tiranës. Dhe isha tek shkolla Harry Fulls bashkë me shokët e mi të bandit që në një shkollë private që është elektronike, domethënë profesionale, të krijosh një bandë, të arrish finale, të marrësh çmim, ishte goxha arritë për mua. Dhe ishim në shesh, ishte komplet i sheshi i mbushur me njerëz dhe unë nga ndrojtja ime, atë moment thjesht shpërtheve. Më erdhi natyrshëm që të dilja para, të këndoja. Isha solist i grupit, domethënë, jo, kisha lënë përveç 2 këngëtarëve të tjerë dhe shpar mikrofonin dhe shkoj bashkë të këndoj këngën. Nga back vokalist, thjesht dal përpara edhe bëj atë që dhe bëre protagonistin nga i momente tutje. Kjo është megjithmonë një nga ato gurët që të ngelen në mendje, po Alketi njohur gjithmonë si detajist në muzikë. Le të themi kështu. A je pa ish kërkues ndaj Nikit kur ju të dy punoni bashkë? Apo toleron të kaj? Jo, nuk toleroj. Me Nikin nuk e bëj dot. Jo, nuk e bëj dot sepse në këtë moment nuk duhet të bëmi, themi edhe mishë edhe peshk, ose hajtë marri 7. Jo. Shumë mirë. Duhet që çdo gjë të jetë e vendi dur dhe ky profesionalizëm të latë mesatarin e mirë. Edhe kur je pak, se ka të nivelin e dur, po kur kërkon detajt i zgjidh gjërat. Në vitin 2021, kur keni bërë këngën Adeun mos e lër bir, a ishte kjo një thirrje jo vetëm për Nikin, po për gjithë brezin e tij, për ata çuna dhe vajza të talentuar të cilët së fundmi kanë ikur shumë Shqipërisë, shumë. Kjo është një plag e gjithë Shqipërisë, unë e kisha menduar për ta bërë një këngë të tillë dhe ishte edhe ajo depresioni që ne kishim nga pandemia, të mbyllur, të ndrydhur. Njerëzit po iknin edhe përshëndes mikun tim Gens Llakaj, që ma lexoi mendim, ma mori atë që unë kisha brenda dhe ka bërë një tekst fantastik. E përshëndes dhe ai nuk është ka bërë një tekst, ka bërë goxha tekste tek albumet e mia. Përshëndes dhe Vanin, Rushitin që do të thënë se kur janë komponentët kënga dele bukur. Jam vetëm i mërzitur me Nikin. Prap. Po sepse Niki tash i thot, po, nga që është kënga e parë e tij, nuk e ka të profesionalizëm, atë lloj teknike që ka tash ti dhe thot, jo plagon, do ta hedhim prapë me këtë thot. Prap do e shohim këtë këngë. Do ta hedhim prapë vokalin se para se është bëni një remake tani që ti ndihesh mirë vokalisht edhe. E kemi si ide që do e bëjmë çik më. Edhe më i sigurt. Niki, ti me pjesën e muzikës, dikur tash identifikohesh si djali Alketit, tani në fakt ne Nikin e njohim më shumë se ty Alket. Tani kanë dëshuar thon babi Nikit ju ti fare. Në për Tiranë, që dim ku janë ku është kjo muzika rock edhe çfarë. Ne tani ti si ndihesh në këtë pjesë që pak të dyve? Është shpirtërore, është xhelozi e bardhë, themi ne. Është e bukur, ëh, shumë e bukur. Se kalon në njërë të dyhe, mu i them se kur ishte i vogël, është edhe më televiziv tani. Pa tjetër, kur ishim më të kishtem një vogël, kalon në njërë me të kuqe unë, ose bëja në i gabim me të policit rrugore, më thoshin gjithmonë, a mo i këta një qapo bëngë shu dhe i thosha, gjithmonë, dil televizor, o budal, dil televizor të dojnë gjithme shaka. E ta ashti njofi Niki dhe ideali jotë, mirë që unë, mirë dhe vazhdoj. Pjesin për çunin, s'pjesin për mua. Niki, ti si e përjeton këtë pjesën? Të pjesën solistike tani, më ku ti ke ndërtu karrierën tate, ku po bën muzikën tënde, ku çdo gjë të paktën është po bën atë që do. Pavarësisht gjithë pjesës që ju keni të dy babe birë, po flas për atë karrierën tënde solistike. Ku do të karrierë tani? Thjesht tani kam, domethënë, duke jetuar me këtë lloj gjendje që i vogël, nuk e kam pasur problem për tu përshtatur me gjendje që të shohin njerëzit në rrugë, që të njohin. Edhe që tha dhe babi që më para... Kur ka qenë periuda që të bëri më të famshëm? Periuda X-Factorit? Ajo ishte momenti ku ti... Edhe mam po ti ishte një shkëndje fort. Po, edhe tek mam po ti kemi qenë... Po, X-Factor ishte momenti që kur esnim, kur bëshim bashkën e këngëtarët e grupit, kur esnim në rrugë, këthenin të gjithë kokat. Të gjithë.
Do më thënë, ndoshta ka të bëj që ishte sezoni i parë mbas shumë vitesh, edhe kishte shikueshmëri shumë të lartë. Ishte edhe fakti që ishim pothuajse 15 javë rresht në prime time. Si ke përjetuar këtë moment? E shijove? E shijova, po edhe kjo pjesa që disa të tjerë nuk janë mësuar me faktin që të njohin njerëzit. E kupton? Unë isha mësuar me faktin që kam pas në krah shefin. Ky e shijoj, po plaku i kërkusuat. Po, ky stresojnë, ko jam për rapë, unë e shijova. Shefi stresoj, shtoj kërkesa për perfeksionizëm, edhe më vërmendja gjithë këshillat e tjera, është privilegj, apo është e lodhshme ta kesh babin brenda profesionit? Më thuaj me sinqeritet tani. Është, në qoftë se nuk do kisha babin në profesion, do kisha rrugën shumë më të vështirë. Shumë më të vështirë. Kështu që të paktën, shkem pak te kënga "Oh, sa nevojë kam për ty nën". Ajo ka prekur me gjithmonë shumë njerëz, sepse ne flasim këtu për një marrëdhënie babë bir, por më merr mendja që nuk ka më të rëndësishme se nëna në jetën tona. Do të thënë, mos u bëj xheloze. Mos u bëj xheloze Alket. S'po dëgjoj që fare çfarë po thua unë. Tani më thuaj pak, në të gjithë të rrugtim të juve të dyve, me të ulje ngritje, me këto çamarok lëkun tënd, apo me strec lëkun, me këto motora lart e poshtë, si ka qenë halli në shtëpi? E zbuste mami, e zbuste. Ajo ka qenë natyrë. E zbuste, normal. Motorin ka pas shumë merak, e ka akoma. Ti mos ja i thot. Mos ja i, s'ke për e për ti. Ti bu që të duash. E the mua më dashke shumë më shumë. Nuk ka tipin tënd ky thot. Ky është artist, nuk është si ty thot, lere, mos u merr me atë punë. Ka qenë gjithmonë më e butë me ty, ndërkohë që Alketi çfarë thoshte, mos i vër vesh, s'ka gjë se do i kaloj. Si e kishte kështu batutën kur donte të qetësonte gjakrat në shtëpi? Kur rastiste që për shembull në piano, më tregohet çka ke bërë gjithë javën, më thoshte babi. Ose s'ke studiuar sot, më thoshte mami kur rastiste. Lese do ai buk djali. Lese do vlej gjumzet për shkollë. Javën tjetër, ose kur studioja në një ditë që nuk studioja se jo po shkolla, jo po futbolli. Ose Rioti, se dhe Alketi nuk është se ka studiuar në lirit vetë kaq shumë, thjesht me ty e ka, po të kthehet. Thoshte mos i thuaj babit, lore fli gjumë herët. S'ka gjë. Kështë fli gjumë herët që mos biesh në sy. Po. Që mund të flasim për sakrifisat që bashkëshortja dhe nëna dhe ky motivi është dhe konë që bënë për fëmijët, po dhe për bashkëshortin, po dhe për familjen, dhe për këtë këngë? Tashi, familja është, unë e quaj si atë pedanën, atë vëndi ku ti shkel këmbët dhe i sigurt ku shkel. Sepse nuk qorolepsesh, e ke atë limanin tënd dhe gjithmonë ke ku kthesh, nga detrat, nga fortunat, nga hallet, nga problemet, ndonjëherë prindi babai ishte ai që do ta mbaj peshën. Dhe nëna është ajo që nëna thot nën, nuk ka. Për këtë këngë është kjo është histori e vërtet. Teksti është e ka bërë ai që ka vuajtur dënimin, ka qenë i burgosur në kohën e Enver Hoxhës, një nga njerëzit me kulturë, me origjinë nga Gjirokastra, në kohën e Musin e Kokalarit, u arrestuan gati 26 deri në 30 veta demokrat, u pushkatuan shumë dhe ky është burgu. Unë nisa për ta bërë sepse ai miku im thot më bëj një këngë këtë. E kam thënë 2-3 vende s'ma bëjnë dot. Dhe unë që e mora për ta bërë dhe në fund niki po bënte kompozimin dhe ato gjërat e tjera, i ko plak ta këndoj vetëm tha më lera. Dhe e mori dhe e bëri këtu. Kjo ka pas një përkushtim shumë të fortë. Unë e kam përjetuar shumë fort edhe regjinë edhe këto i kam bërë vetë, domethënë. Kam zgjidh detajet, kam vajtur ku nuk kam kërkuar këto rrobat burgosur vërtet Kino Studios. Po ta shikosh numrat dhe do të tregoj edhe një koincidencë. Kjo gruaja që ka marrë ka një kapele me një kordon të bardhë dhe fotografia origjinale e asaj gruas nën sati që në 44 apo 45-ën ka pas një kapele të tillë me një fiongo të bardhë. Një veshje, ishte rastësi. Lidhen të gjitha detajet për do një mesazh çuditshme. Ju lutem regjia ta fusim pak full screen që ta dëgjojmë pak edhe këngën në sfond, paktën për 1 minutë pa koment fare. Në shesh atë kitarë kemi në shtëpi, këta ishte e re. E kisha blerë për Niki dhe duhesh si detaj, po... Duhesh thyrë dhe thyrë. U thyë iku për 4 qytë sopa jo. Jo, e kishte ndarë mëndje në kokë që duhe thyë edhe kitarë, dhe se s'bën në klip. Edhe odhëm 4 herë me zju thyë, se s'po qitë. Si ndryshon Niki kur këndon vetëm dhe kur është me ty?
Unë shkoj të gjitha live-et e Nikit. Shkon vërtet gjithmonë? Të gjitha live-et. Mundet 3 në javë do shkoj. S'pas ke shansë për që me bënu i gjë fare. Jo, nuk të laj, ty, as të dalësh nga linja, as të stonosh pak, as të... Jo, ashtu është fare. Për stonimet... Po, në një shoqe, aty, po. Për shoqet, të gjë. Për bën sigur se çep. Unë i them plakun shikon nga afër, i them, ose çfarë. Edhe lartë qeshën e dëgjoj. Sepse unë jam gjithmonë tavolina e parë. Më kupton, dhe jo pa qëllërim i parë, sepse normalisht çfarë kam brapa nuk shikoj. Ky mbyll syt sikur këndon, shke në një sy ke parasysh, po jam prapa që nuk shikoj fare. Bukur. Unë vetëm dëgjoj nga veshët. Aha, po thoshe si ndryshon Niki kur këndon me ty dhe kur këndon pa ty të ndërprer. Niki bën shaka. Kur vem ndonjëherë që arrin ajo atmosfera e madhe, thon çoj plakun të ndonjë këngë. Se më ngel plaku, unë jam djaliri akoma, nese. Edhe filloj të popullore dhe mia unë thot e po pike zezë. Unë kam një orë gjysmë po këndoj tu, ngrihet plaku ta prish gjithë atmosferën thot. Se shqiptar duan një çik popullore të brazil. E duan një çik. Dëgjoj Roksa të duash di saj. Sakt filloj që dieta. Po që unë Nikin e shijoj sepse keni provuar ndonjëherë në një interpretim këngë popullore bashkë, nëse nuk këndoni në skenë, po kështu në shtëpi këndoni? Po patjetër. Ja, lapçe të dy. Lapçe. Ishte një koncert në Berat edhe... Po, Berat ishte fort. E mori telefonin dhe o plako live me mua dhe filloj, që bëjnë ta, thot, dhe fillon, që mërë ti, edhe gjithë sheshi këngët e mija, i ka që se kam putha, bëllë telefonin. I tha, qa keqim me repertorin, ti kam ka smol gjithë të tuat. Dhe kjo është gjëja më e bukur në fakt. Tani do të pyes pak individualisht për te gjithë marrëdhënies tuaj që është me të vërtet shumë e bukur dhe jam shumë e lumtur që ndat me mua sot. Çfarë po bëni artistikisht? Alket po punon diçka, je diçka në një projekt, diçka që nuk lidhet me Nikin. Pra, në çfarë faze je tani? Unë, ke gjuar shpreh mos qofsh prind? Jo, jam vetë. Ta them unë. Unë bëra një lëvizje, po bëra një tërheqje pak vjeçare, thjesht për të lënë Nikin të penetroj në atë muzikën e vetë, sepse s'do të ndaja vëmendjen, që të merja dhe unë dhe ky. Tashti, i them ndonjëherë kur rim darkave, se kemi bërë një studio dhe rim të dy aty, i them, e di si jeti vlla? Unë jam llamba, ti je Aladini. Më fërkot filloj të dalë për nxjerr bishën time që filloj prapë nga fillimi siç kam qenë. Dhe jam i lumtur sepse Niki ka një vesh absolut dhe orkestron shumë mirë. Është bërë dhe detajist dhe kjo më pëlqen dhe pak a pak po filloj të bëjmë projektet. Tani kemi këngën e re që po thua se është në të mbaruar. Pra prapë e keni të dy, së bashku. E keni së bashku. E ka bërë Niki kompozim dhe orkestrim. Unë vetëm bëj la, ke parasysh bëj këngë. Ti vetëm interpreti. Dhe jam i kënaqur, ka dalë shumë e bukur. Niki i pëlqen shumë polifonia, për shumë. Dhe kot nuk është pas trashëgimi e UNESCO-s botërore. Patjetër, dhe jam i lumtur që e detajon aq bukur sa unë ndihem rehat. Tash të shohim, kemi një plan dhe po nuk po e gjejmë dot atë sekretet detajn, se do të bëjmë një këngë folk rock, po duhet ta bëjmë që të ngel, jo këngë për të kaluar radhën dhe jemi akoma në kërkim të asaj gjës pikante që duhet godasim. Pra ku mund të futet pak polifonia, po dhe polifonia me muzikën rock. Është pak delikate në fakt, se iso polifonia nuk është një këngë e zakonshme. Kemi patur her pas here. Për shumë ajo e Ardit Gjebres me grupin jonë është një nga momentet. Pra duhet të shkosh në linjat forte që të mund të ngelet. Arditet është... Kam besim se ti Niki mund të bësh këtë që. Po na vjen rrotull, po do e kapi. Me grupin, apo vetëm, apo po bëndo me thënë diçka tjetër përveç live-eve, apo kjo puna që po bëni me? Tani kemi disa këngë rezervë që na kanë ngelur me çunat për të hedhur domethënë, por jemi gjithmonë në kërkim të materialeve të reja. Studia ka pasur pak prokopime, le të themi, se na hante shumë kohë të ditës, live-et po ashtu, kompeticionet, edhe besoj kjo periuda 2-3 mujoshe do jetë periuda që do futemi me kokë për të bërë materiale të reja. E kuptoj. Unë ju falenderoj nga zemra që ishte me mua sot, e shijova shumë këtë intervistë, më pëlqen shumë lidhja që ju keni, edhe uroj dhe shpresoj që të kem dhe unë diçka sado pak të ngjashme me djalin tim kur ai të rritet. Inshallah. Është një kënaqësi e veçantë, është një... Ishte kënaqësi dhe ju uroj sukses. Sinqerisht është të kthe në rinin në kohën që ti
ndoshta mund të rri edhe në shtëpi ose të bëjë një punë tjetër, por ja për shkakun sot Niki është live. Dhe unë që kam quar qenë mëngjes, e kam përjetuar, do iki të gjoj Nikin sot dhe kam ndarë mëndjen. Ke ndarë mëndjen dhe i ke pastruar gjithë punët e tjera që të dedikohesh Nikin. Vazhdo dhe në darkë në orë 9 jam i parë atje duke pritur Nikin. Me motor të shkosh? Jo, sot. Shumë faleminderit që ishte me mua. Faleminderit dhe ju ftesë. Mirë, ne do të shkojmë në hapësirë publicitare, do të kthehemi në pjesën e dytë, mos u largoni.